Në ambientet e Qendrës për Kulturë në Kërçov u hap ekspozita kolektive Buqet Zemrash, një ngjarje artistike që solli punimet e nxënësve të talentuar nga Lulu Art Studio. Të rinj palosën përmes ngjyrave dhe formave ngjenjet e tyre të pastra, duke sjellë një atmosferë plot frymëzim dhe dashuri për artin. Themeluesja e Lulu Art Studio, Lulzime Osmani, pasi falenderoi Qendrën për Kulturë dhe Ministrinë e Kulturës për mbështetjen, foli më shumë rreth ekspozitës, e cila si vjet ishte në edicionin e 8. Atëherë Ilir, kjo ekspozitë organizohet nga Lulu Art Studio gati që 8 vite me radhë, sepse kjo Lulu Art Studio ekziston që 8 vite me radhë. Çdo vit Lulu Art Studio organizon nga 2 ekspozita. Kjo është ekspozita përmbyllëse e këtij mësimi nënmujor dhe fal të gjithë këtyre nxënësve, fal mundit të përkushtimit bashkarisht ta quaj, dhe dua të falenderoj posaçërisht edhe drejtorin Mazlam Osmani, kanë ngjitur bashkë me Ministrinë e Kulturës, që këtë herë është hera e parë që mbështetet nga Ministria e Kulturës edhe kjo ekspozitë për herë të parë në Kërçov. Faktikisht, kjo ekspozitë përmban 41 piktura. Të gjithë këta pikturat janë të punuara në akril në pëlhur. Tematika është varësisht nga kursantët se në cilën nivel të dijes janë. Diçka janë pak më të lehta varësisht nga grupmoshat e nxënësve, dhe diçka është pak më e rëndë varësisht edhe ashtu siç e ka më lart se sa këto fëmijë kanë ndjekur kursin në Lulu Art Studio. Ajo gjithashtu foli edhe për rolin e studiove të këtilla, të cilat merren edhe me zbulimin e talentëve të rinj në fushën e artit pamor. Është e vërtetë këtë që e the Ilir. Faktikisht Lulu Art Studio ka filluar para 8 viteve. Është e vërtetë që isha një ndër të vetmet në Kërçov, po mund të them edhe në Republikën e Maqedonisë, sepse unë kam parë mangësinë që kur kam qenë edhe nxënëse edhe vet, se nuk dija ku të drejtohem për të marrur njohuritë e artit figurativ, por kam shkuar direkt në studime nga njohja apo dijet që kam marrur në shkollët mesme. Dhe këtu lindi ideja për një studio të vogël në Kërçov, fillimisht për veten, po pastaj dal ngadalë edhe duke e bërë edhe për nxënësit ose artistët e Kërçovës. Unë jam tepër e lumtur, fillimisht edhe nga pala shqiptare edhe nga pala maqedone. Kjo studio gërshëton të 2 palët në Kërçov, që dinë të punojnë dhe të kemi një kulturë ndryshe. Edhe unë jam tepër e lumtur që sot numëroj 41 nxënës në këtë studio. A me sa keni filluar? Fillimi ka qenë i vështirë, kam filluar me 5 nxënës, edhe ato 5 nxënës kanë qenë nga kolegët që unë jam edhe mësimdhënëse në shkollën Reçush Zajazi. Aty ka filluar përkrahja atyre para, dhe dal ngadalë që sot numëroj gjithë këtë numër edhe nga pala shqiptare dhe nga pala maqedone. Me thonë duhet një përpjekje për të arritur suksesi. Unë mendoj që edhe përpjekje, por edhe guximi mos dorëzohesh. Sepse duke parë që financat nuk mbulojnë as edhe qira marsen, faktikisht duhet të kesh një guxim, të shikoj se arti nuk mund të lizoj aty për aty, por i duhet kohë dhe vullnet. Ndryshe, ekspozita u mirëprit nga publiku dhe përfaqësoi një hap të rëndësishëm në mbështetjen dhe promovimin e krijimtarisë së brezit të ri.